Bojan Jovanovski të Boki 13 ju përgjysmua dënimin në rastin lidhja ndërkombëtare. Përgjysmim dënimesh ka dhe për të akuzuarit e tjerë në këtë rast gjyqësor, në vendimin pas përsëritjes së procesit. Rasti lidhja ndërkombëtare që mori ehon të madhe në opinionin jo vetëm vendas, ka të bëjë me aktivitet organizuar kriminal të lidhur me mashtrim dhe pastrim parash, përmes organizatës jo qeveritare lidhja ndërkombëtare të udhëhequr nga Bojan Jovanovski. Akuza kishte të bënte me abuzime financiare ku fondet ishin mbledhur nga individ dhe persona juridik nën pretekstin e ndërtimit të azileve të pleqjve dhe projekteve sociale. Në gjykimin e përsëritur, i akuzuari Bojan Jovanovski është shpallur sërish fajtor për mashtrim dhe larje parash, por këtë herë është dënuar me më pak vite burg, nga 9 vite në procesin gjyqësor paraprak në 5 vite burg. Të dyshuarit e tjerë Jasna Ercegović u dënua me 2 vite burg për larje parash. Kristina Blazhevska është dënuar me 1 vit burg për larje parash, të cilin dënim nuk do ta vuajë nëse brenda 3 vitesh nuk kryen vepër të re penale. Mile Jovanovski është dënuar me dënim me kusht prej 1 viti e 6 muaj për larje parash, me të njëjtin kusht nëse nuk kryen vepër të re penale. Subjekti juridik lidhja ndërkombëtare është dënuar me dënim me para prej 1 milion denar. Në vendimin gjyqësor të shqiptuar më 7 prill 2022, gjykata penale Bokin 13 e kishte dënuar me 9 vite burg, Ercegovićin me 4 vite burg, Blazhevskan me 1 vit burg dhe Jovanovskin me 2 vite burg me kusht. Atëherë ish deputetja LSDM-s Frosina Remenski dhe Kristina Blazhevska u liruan nga vepra penale mashtrim, kurse subjekti juridik u dënua njësoj me 1 milion denar. Në prill të vitit 2024, vendimi i gjykatës penale u shfrytëzua nga apeli pas ankesave të akuzuarve dhe u soll vendim për përsëritje të procesit gjyqësor.